E përshkruan Allahu Azza wa Jall kur t'ju vjen këtyne çiftave ton ose njerëzve që kanë jetuar në vende ku s'kan mujt me praktiku fen, ju vijnë malaike të vdekjes për shkak se ju ka ardhur exheli, edhe ju thojnë fima kuntum, në çka jeni kanë, në çka keni harxhu kohën, në çka keni harxhu moshën e ju, rininë e ju, pasurinë e ju, ku jeni kanë atë kuptimin? Po çka kanë thënë? Allahu Azza wa Jall na ruajt që natë mos jem për tyne. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kan më thënë ina kanë dopt në tokë. S'kena mujt për shkak s'kena guxu me thirrë zanin. S'kena guxu me shfaq fen ton. Më vesh çështja jon. E kam ju thënë tyne, alam takun ardullahi wasi'a. Ana ku kanë tokë Allahut e gjerë, fatuhajiru fiha, e ju më shpërngul në ta, në një vend ku ju moni me praktiku fene ju, ku ju moni me prej kurbanin e ju, o musliman. Kurban së mpret në këtë tokë. Aso kanë tokë Allahut e gjanë, fatuhajiru fiha, me ba hijretin në ta, ati kuna i falet, bura u dabt, grave, fëmive, s'kan mujt, me të vërtet s'monë taj, ose së në gjanë shtek dalje, nuk gjanë rrug dalje, të me thanë, këtyne i falet do bura u dabt, i vetmi ven ku shpresoj që mështin Allahu Azza wa Jall me ta, me bura u dabt, s'monet, ama, i kanë burë fuqishëm, ke mujt, pse se ke bëj hijretin, pse se kena bëj hijretin, mos shpëngull në për venet tona, me prej kurbanin, me thirrë zanin, me praktiku fen tane, qysh dosh qoftë edhe me një katon të fell atje, jo pas në venet tona, s'po na lanë vend punës, a një qka që s'na lanë venet punës, na lanë katunet tona, mahallat tona, kur s'dvjen me të pengu pëse ti e praktikon fen. Lusëm Allahun Azza wa Jall me na falë për gjinat tona, e me lalisu që një dit me kanë me në vend ku muj me praktiku fen, e me thirë kurbanin, e me thirë zanin, e me na pushu vesht pak, për kumonave. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na falë.